Shqisoj do të ngrisnin kredibilitetin e tyre politik kundrejt elektorat komplekse, duke nisur që nga shkaqet praktike që shtyn shoqërinë primitive. Për të pasë se sa thellë depërton dhe këtu, ai kërkon në këmbgullet që ne të reflektojmë. Kjo është ajo veçoria e njohur, por akoma e pashtuar sa duhet e kombit shqiptar. Qëllim global i çdo politike globale, sikur që e pamë në shqyrtimin e pjesës. E dishin se ai ishte një disident I cili u agërmonte pushtetin e Ren, pushtetin e fituar me 100 marifetlëqe, pushtetin e fituar duke shkuar zvar para regjimeve të huja, para shteteve të huja, e ai ishte nga ata që as nuk u shit, as nuk u ble. Regjimi titiste dini ju I ofroi edhe vene spikatura, poste, mundësi, po nuk e blen dot, sepse ai ishte birë, ishte ushtari Hasan Prishtinës, edhe shkonte asaj rruge. Kështu që kemi met edhe disa ushtarë, po e mira dhe fati ynë është që numri I këtyre po rritet, numri I tyre do të rritet, sepse politikat që ishin dhe janë kundër nesh dështuan edhe globalisht, edhe lokalisht. Nuk do të mjaftonte asnjë simpozium I tërë për të përfshirë gamën e gjerë të temave që ngërthen në vete jeta dhe vepra poliedrike e ushqinotëve. Vepra që po përkërkohet sot na sjell të çmtuar vetëm një pjesë nga mendimi politik I ushqinotit. Madje vetëm një pjesë kolazh të një pjesë të saj. E gjej të qelluar dhe me shumë kuptim që një libër me përmbajtje të tillë na ofrohet pikrit tash. Na keni nderuar neve si familje dhe veprën e babit. Mua nuk më takon të flas për veprën, por dua të them që unë dhe ne si familje do të mundohemi që të gjitha të shkrimet e babit t'i botojmë, të cilat për fat keq nuk ka qenë mundur të botohen deri më tani. Ky libër sot që botohet është libri I 4 me autor Ukshin Hotin. Pas librave Lufta, Ftohtë dhe Detanti, Filozofia politike e çështjes kombëtare, Bisedë përmes hekur është libri I cili ka 2 autor, Ukshin Hotin dhe shkrimtarin e Mirnjau Ismail Kadare, dhe ky libri I 4, por jo I fundit, çështja kombëtare shqiptare komponente religjioze. Unë I mbetëm borxh parë I babit, pastaj edhe lexuesit tanë, që në shumë raste I ka kërkuar librat e babit, që duke marrë parasysh që këta libra janë me karakter shkencor, të cilat prekin shumë edhe aktualitetin tonë në Kosovë, premtoj angazhimin tim maksimal që në një të ardhmen të afërt të botohen të bëhet komplet ribotimi I veprave të babit.